Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar epidemiologën doktoreshën Edita Goranci Haxhiu. Faleminderit për mundësinë. Gjithashtu, merci. Doktoresh, fillimisht na u prezantohesh. Çfarë profesioni keni dhe pse keni zgjedhur pikërisht imunizimin për ta studiuar ose këtë fushën e epidemiologjisë? Po, patjetër. Unë jam doktoresha Edita Goranci Haxhiu, jam epidemiologe. Kam punu si mjeke përgjithshme në fshatrat rreth Prishtinës për 3 vite, edhe aty e kom parë rëndësinë e parandalimit të sëmundjes, pse mos me parandalu, pse më u marrë me shërim edhe me pasojat e sëmundjes, kur kemi mundësi edhe me i parandalu. Edhe dëshira e madhe imja me parandalu sëmundjen në popullin tonë, në popullat. Edhe prandaj fillova të hulumtoj që ka muj me marrë specializim në shëndetësi publike që të kontriboj për shëndetin e popullatës, fëmijëve tonë edhe gjeneratave të ardhshme. Edhe ishte mundësia me fillu specializimin në epidemiologji. Epidemiologjia merret me shëndetin e tërë popullatës, do me thonë nuk merret me një individ, me një sëmundje, me një organ, po merret me shëndetin e popullatës. Do me thonë çka do çfarë do problemi që i kanos shëndetin e popullatës, merret epidemiologjia. Edhe aty e kom gjetë veten, diçka që është e prekshme dhe shumë funksionale dhe shumë efektive është parandalimi i sëmundjeve me vaksina. Çka kontribon parandalimi i sëmundjeve vdekjepruse, pasojave të cilat parandalohen me një vaksinë. Po, me që jemi në javën ndërkombëtare të imunizimit, çfarë është kjo javë edhe pse është e rëndësishme për popullatën tonë? Po, çdo vjet ne shënojmë javën e imunizimit në fund të prillit, java e fundit e prillit, me shumë aktivitete në ngritjen e ndërgjegjësimit të popullatës, prindve, në rëndësinë e vaksinimit. Gjithashtu e festojmë suksesin e vaksinimit në vendin tonë, edhe gjithandej në tërë botën festohet kjo javë, shënohet java me qëllim të ngritjes së vetdijes së popullatës për rëndësinë e mrekullin që e bën një vaksinë. Po në fakt cila është rëndësia e vaksinimit në mbrojtjen e shëndetit publik, sidomos duke pasur parasysh edhe pandeminë e fundit COVID-19? Po, që 50 vite është lancu programi i imunizimit, ku tani shënimet e fundit tregojnë që janë shpëtuar 154 milion jetë të fëmijëve gjatë këtyre 5 dekadave, me dhanjen e mbi 30 llojeve të vaksinave në tërë botën. Varësisht prej vendit, varësisht prej sëmundjeve, në secilin rajon janë të planifikuara cilat vaksina japen në rajone të ndryshme, varësisht se sëmundje endemike e kemi në atë rrethin. Po si ndikon imunizimi në uljen e vdekshmërisë edhe parandalimin e sëmundjeve infektive? Po, vaksina është një preparat imunobiologjik të cilën e marrim të krijojmë imunitetin artificial të fituar pas administrimit të vaksinës. Organizmi vetëm e krijon një imunitet brenda 2 javë ndaj asaj lloj sëmundje, ndaj asaj vaksine. Kur krijohet një imunitet në organizëm, atëherë ne, pasi që të infektohemi me shkaktar të ndryshëm, me virus, me bakterie, me rikjetje, parazit, atëherë organizmi vetëm është i mbrojtur, e ka një imunitet, ne vetëm i kemi imunoglobulinet, ne i quajmë apo ushtarët, të cilët i shfrytëzojmë na me i luftu shkaktarët e sëmundjes. Pasi që të infektohemi, në organizëm shumohet mikroorganizmi, dhe qysh e gjen veten, çfarë gjendje e gjen veten mikroorganizmi, edhe ashtu vazhdon. Nëse ka imunitet në organizëm, çfarë do të qoftë imuniteti i fituar, apo artificial, apo i trashëguar nga nana, apo i kemi disa lloje të imunitetit të cilët i fitojmë në mënyra të ndryshme, krijohet një imunitet, edhe organizmi është i mbrojtur ndaj asaj sëmundje, e cila mundet me qenë vdekjepruse apo
e cila lën pasoja. Se cila vaksinë ka rëndësinë e vetë edhe në kalendarin e rregullt të vaksinimit të ne në Kosovë, po çdo vaksinë që e kemi ne në përdorim, i mbrojmë një smundje e cila lën pasoja ose shkakton vdekje. Po a ka ndryshuar ndër vite çështja e vaksinimit në Kosovë? A është ngritur vetdia e popullatës? Edhe çfarë komentesh keni në këtë aspekt? Po, gjithmonë në Kosovë një tradit ka qenë me vite besimi ndaj profesionistëve shëndetësor, e profesionisti shëndetësor e rekomandon dhënien e vaksinës. Te ne nuk është shfaq ndonjë problem i madh ose ndonjë hezitim në vaksinim. Në përgjithësi kemi sfida aty këtu sikurse në tërë botën, edhe ne në Kosovë po ballafaqohemi sfundmi me sfida, me keq informim, me teori konspirative, mirë po mundem me thonë që ende është një mbulueshmëri e mirë me vaksinim. Do të thonë shihet një ngritje vetdijes të qytetarët për vaksinim, për rëndësinë e vaksinimit. Po, do të thonë qytetarët lexojnë Janë të informuar. Lexojnë gjithçka, lexojnë edhe në postime në media sociale, lexojnë edhe në postime të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, materiale të ndryshme, do të thonë prindi ndonjëherë edhe kërkon vetë me materiale të cilat janë të dëshmuara, edhe ulëmtimi i fundit që kemi bërë për vaksinën HPV në popullat, prindi ka kërku informata dhe materiale informative të cilat janë të dëshmuara me hulumtime, evidence-based research. Edhe interesant edhe të ne hulumtus që ishin këtu, ndohen shumë të kënaqur se vetë popullata po e din që ka po kërkon. Do të thonë nuk po e besojnë një postim në media sociale me qëllime të ndryshme, i cili nuk ka nuk dihet se si ka deri te ajo informat. Po sa është i mbrojtur një i rritur që nuk ka marrë disa nga vaksinat në fëmijëri? A rekomandohen vaksina për të gjitha moshat? Po. Sipas moshës rekomandohen edhe llojet e vaksinave. Që nga dita e parë pas lindjes fillon vaksinimi i fëmijëve tanë me vaksinën BCG edhe vaksinën kundër hepatitit B. Pastaj vaksinat me radhë janë deri në moshën 18 vjeçare japen 13 lloje të vaksinave. Ai personi i cili nuk i ka marrë vaksinat të gjitha ato të fëmijërisë, ai nuk është i mbrojtur plotësisht, edhe është i rrezikuar gjatë tërë jetës ndaj atyre sëmundjeve që nuk e ka marrë vaksinën edhe nuk e ka mbrojtje. Ne kemi pas 2 raste të vdekjes me sëmundje vaksin parandaluese, 8 të rriturit, një 23 vjeçar në ka vdek nga fruthi, edhe një 40 vjeçar në ka vdek nga tetanosi, të cilat janë vaksina të janë në përdorim, janë falas, kanë një efektshmëri shumë të lartë, edhe në personi nëse është imunizuar, ka marrë vaksinën, ai është i mbrojtur, edhe nëse infektohet, ai shpëton nga vdekja. Fatkeqësisht 2 persona nuk kanë qenë të vaksinuar edhe ka vdek nga një sëmundje vaksin parandaluese, e cila është e papranueshme në kohën e sodit, meqense kemi vaksina në përdorim, janë falas, janë të sigurta, edhe është shumë për ne profesionistët shëndetësorë shumë e papranueshme, e dhëmshme, kur një vaksinë e kemi edhe na vdes dikush fëmija apo i rritur ka një sëmundje vaksin parandaluese. Doktoresh, se mund të marrë informacion, si qëndrojnë politikat në këtë aspekt? A duhet patjetër të vaksinohen në mënyrë që të vazhdojnë tutjen shkollimin e tyre? Apo si qëndrojmë në këtë aspekt? A kishe pas qef diçka me përmirësu në këtë hallkë zinxhirore? Po, patjetër. Para se me regjistru fëmiju në shkollë ose në kopsht, patjetër duhet të dëshmohet me kartela vaksinimit sipas udhëzimit administrativ për regjistrim në shkolla, edhe ajo është, me thonë, është vaksinat e rregullta, ne i kemi të obliguara me ligj. Meqense është rekomanduar që të gjithë fëmijët të kenë një imunitet kudo që janë, do të thonë në shkolla aty ku janë të përqendruar më shumë, të janë shumica e tyre, mbi 95% rekomandohet të jenë të vaksinuar që të mos kemi në atrethi në sëmundje ngjitse. Prandaj është para pa dhe me ligj, dhe në Kosovë që vaksinimi të jetë i obliguar me ligj që mos të rrezikohen popullata nga sëmundjet vdekjepruse.
Cilat janë ato vaksinat për grupë moshat e treta dhe cila është rëndësia e tyre? Po, vaksina e cila rekomandohet të të moshuarit është vaksina e gripit sezonal, e cila japet gjatë sezonës së gripit, ku fillim tetorit vetëm siguron vaksinat e gripit edhe rekomandohen grupeve të rrezikut, po edhe popullatës në përgjithësi. Gjithashtu vaksina e Covidit, vaksina kundër pneumokokut, janë disa vaksina që rekomandohet të personat me imunitet më të ulët edhe sidomos të cilët janë mbi 65 vjet. Po, kësa herë ka pas edhe përfshirje më të madhe përveç grupë moshave të treta. Kanë qenë punëtorë shëndetësor, personat me gradë shtatzana. Instituti Kombëtar në vazhdimsi rekomando vaksinimin e personave me rrezik të lartë, të cilët janë personat mbi 65 vjet, personat me sëmundje kronike, gradë shtatzane me qenë se kanë imunitet më të ulët, punëtorët shëndetësor me qenë se edhe bartin sëmundjen edhe vetësëmurën, edhe fëmijët të cilët janë nën 5 vjeç. Këto janë grupet e riskut të cilat rekomandohen për vaksinën e gripit e tani rekomandohen edhe për vaksinën e Covidit. Po cilat pasoja, që përmendëm, mund të ketë mungesa vaksinimit të një individ, po në nivel komunitar, cilat janë ato pasojat? Po. Për jo rastësisht është vendosur që me qenë vaksinat e obliguara me ligj që të mos rrezikohet popullata. Nëse në vino 95% janë të vaksinuar, atëherë nuk e kemi në mesin tonë këto lloje sëmundjeve me të cilat ne e vaksinojmë popullatën. Një mungesë e vaksinimit në një grup, është një grup i rrezikuar i cili është në vazhdimsi një rrezik për popullatën në përgjithësi. Ne kemi pas epideminë e fruthit 2017-18 ku fëmijët e parë të cilët na u kanë paraqit të infektuar kanë qenë të ardhur nga shtetet fqinje dhe pastaj disa grupe të cilët nuk kanë qenë vaksinuar në komunën e Fushë Kosovës janë infektuar me virusin e fruthit dhe pastaj prej atij grupi vulnerabil është përhap sëmundja në të gjithë popullatën, në ato grupe të cilat ende nuk kanë qenë të vaksinuar. Po si ndikon imuniteti i tufës dhe pse është i rëndësishëm për mbrojtjen atyre që nuk mund të vaksinohen? Po, shumë pyetje me vend. Ndonjëherë personi nuk mund të vaksinohet për arsye të ndryshme. Për çdo terapi dhe çdo medikament që e marrim, çdo vaksinë ekzistojnë edhe kundërindikacionet. Kundërindikacion është atëherë kur vendoset mos me dhënë një vaksinë për arsye të ndryshme. Për shembull, tek vaksinat e gjalla nuk ju japen personave me imunitet të ulët. Pastaj janë disa është vaksina e memorit që nuk japet në një vjet me qenë se fëmiu e bart një imunitet nga nana edhe për herë të parë rekomandohet të vaksinohet në moshën 1 vjeçare për me e arrit imunitetin e lartë. Pastaj persona me sëmundje kronike, me ndonjë sëmundje akute me temperaturë të lartë, domethënë janë disa kundërindikacione që ata persona nuk kanë pas mundësi të marrin vaksinën edhe janë një grup shumë i ndihshëm të cilët mund të infektohen edhe të sëmuren për arsye se rrethi nuk e kanë të vaksinuar. Prandaj, që imuniteti i tufës arrihet kur vaksinohen mbi 95% të popullatës, edhe ne jemi rahat, kemi një mbulueshmëri të lartë edhe e dim që është popullata e vaksinuar. Për çfarë do sëmundje të kemi në rreth, nuk do të na sëmuren popullata, siç është rasti tani me fruthin në të gjitha shtetet fqinje, janë duke vuajtur nga epidemitë e fruthit të njëpasnjëshme, derisa te ne një rast ka qenë në vitin 2023, deri në botë kanë qenë 10 milion raste me fruth. Fruti është një sëmundje që lën pasoja dhe mund të shkaktojë edhe vdekjen. 1 deri në 2 persona vdesin në 1000 të infektuar. Prandaj është një sëmundje me një rrezikshmëri të lartë. Kosova ka një mbulueshmëri të mirë me vaksinën e memorit, prandaj edhe kemi ende një situatë të qetë, po do të thotë se do ta kemi edhe në të ardhmen. Doktoresh, sa janë të sigurta vaksinat në vendin tonë?
edhe si kontrollohet cilësia e tyre? Po, në Kosovë, në vazhdimsi, ne i sigurojmë vaksinat të cilat janë të parakualifikuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Ato janë të kontrolluara, të testuara dhe pastaj është si kusht. Është kusht kur porositen vaksinat nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, bëhet planifikimi edhe Ministria e Shëndetësisë i siguron vaksinat të sigurta, të prekualifikuara. Po, cilat janë disa nga mitet ose keq kuptimet për vaksinat që do doje ti demaskoje? Cilat janë ato që të pengojnë më së shumti? Po, do me thonë, ajo më modernja edhe që po na dëmton neve më së shumti është ndërlidhja vaksinës me marrë me autizmin, e cila në para disa viteve është publiku një ullumtim nga Andrew Wakefield, një shkencëtar, i cili ka publiku një ullumtim të rrejshëm me shumë gabime dhe aksidentalisht ai publikim ka qenë i publikuar në revistën Lancet edhe ka bërë shumë dëm. Pastaj janë bërë 500 ullumtime të tjera ku është verifikuar që asnjë lidhshmëri nuk ka vaksina e memorit me autizëm, edhe bile në Kosovë janë duke ullumtuar raste të cilat kanë autizëm, mirë po nuk e kanë marrë fare vaksinën e memorit. Do me thonë ata fëmijë janë diagnostikuar me autizëm, po ende nuk e kanë marrë vaksinën. Shumë keq kuptime të tjera, vaksina shkakton haresën për shembull, se vaksina tani edhe vaksinën edhe të Covidit e ndërlidhen vazhdimisht me çdo smundje, këtë smundje kam nga kjo vaksinë. Do me thonë është një intencë që të ndërlidhet marrja e vaksinës me çfarëdo smundje tjetër. Sidomos tek fëmijët e vegjël, mendojnë që ja ushtyn ecjen e tyre vaksinimi i rregullt. Po, e vërtet. Është shumë i shprehur. E vërtet, do me thonë që kjo vaksina e memorit e shty nuk e japin me kohë, edhe ja lojnë rasti që fëmiu të smuret nga fruthi edhe të mbetet me pasojë apo dhe të vdes. Domethënë që koha kur është koha më e mirë edhe që arrit maksimumi i imunitetit në fëmiu me u vaksinu në kohën e duhur, moshën 12 muajshe, shtyhet edhe ja lën rastit atëherë edhe prindje dhe përdori shëndetësor që ai fëmijë të infektohet edhe të mësoj. Në këtë aspekt, një rol të rëndësishëm e kanë mjekët familjarë dhe personeli shëndetësor që merret me këtë fushë. Sa është i rëndësishëm ndikimi i tyre, informimi i tyre dhe roli i tyre? Shumë pyetje me vend, rolin kryesor në program të vaksinimit e ka punëtori shëndetësor edhe sidomos hallka e parë, domethënë mjeku familjar i cili ka kontaktin e parë me prindin edhe me fëmijën. Prandaj promovimi apo edukimi i popullatës fillon nga punëtorët shëndetësor. Edhe prindi e ka hapin e parë edhe qasin e parë me mjekun familjar, edhe aty i kërkon këshillat e para dhe dilemat të cilat i ka. A parashihen fushata sensibilizuese, sidomos në ato zonat më të thella të vendit tonë, për promovimin e vaksinimit? Po, aktivitetet vazhdimsi, domethënë zhvillohen për promovim të vaksinimit, për sa më shumë për shpërndarjen e informatës së sigurt edhe profesionale, nga profesionistët shëndetësor, nga Instituti Kombëtar, tash edhe gjatë javës së imunizimit ne jemi edhe në terren, edhe kemi përgatit fletpalosje dhe shumë materiale informuese për popullatën, për prindrit edhe për punëtorët shëndetësor. Aktivitetet domethënë janë të vazhdueshme gjatë të tërë vitit, po kanë intensitet më të lartë gjatë javës së imunizimit. A na jep disa detaje nga fushata që po e bëni ju nga puna? Po. Si po shkon? Mirë, me shumë aktivitete, takimi me mjekët familjar, takim me studentët, puna në terren, djeshim në Skenderaj, në Vushtri, mundohemi të shkojmë në çdo cep të Kosovës në vende ku ka pas sfida gjatë implementimit të 3 vaksinave të reja, pastaj në vende ku ka qenë një sukses i mirë i vaksinimit, mundohemi që gjithandej të vizitojmë, të bëjmë disa aktivitete dhe të shpërndajmë materiale edukative arsimore sa më shumë.
Edhe në fund të javës së imunizimit e kemi tavolinën e Rubullakët, ku do të takohen Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Edukimit, Mashti, Ministria e Arsimit, instituti dhe organizatat përkrahase, institutet rajonale për me shënu një sukses të vaksinimit dhe të festohet kjo javë. Ju si njëri kompetent dhe si profesionist shëndetësor në këtë mes, çfarë mesazhi do ju jepni prindërve, të rinjeve edhe personave të tjerë për imunizimin, për javën ndërkombëtare të imunizimit? Po, të mos na mbetet asnjë fëmijë i pavaksinuar, të kontrollohet kartela e vaksinimit nga çdo prind, që të mos ja lënë rastit që fëmiu të mbetet i pavaksinuar dhe të infektohet nga një sëmundje vdekjetruese e cila ka parandalim. Doktoresh, për fund, si sigurohet që vaksinat që vinë në Kosovë ti përmbushin standardet ndërkombëtare për cilësi dhe siguri? E thashë edhe më herët, janë të prekvalifikuara dhe çdo herë çdo vaksinë e cila hyn në Kosovë, ajo duhet të merret licenca, të kontrollohen edhe të janë të verifikuara shkencëtarisht edhe të licencuara. Unë të falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale, kaq nevojshme për ne dhe popullatën. Gjithashtu ishte kënaqësi. Faleminderit.